بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Në zërdashur jemi duke vazhdu që të flasim për Dejjalin dhe fitnën e tij, e që çdo herë po e përmendim që qysh nga krijimi i tokës deri në shkatrimin e saj, nuk ka ekzistu fitnë më e rrezikshme për njerëzit dhe për imanin e tyre se sa fitnëja e Dejjallit. Dhe se dita ditës duke u afru tek kiameti dhe tek shkatrimi i kësaj gjellësie, vinë duke u sqaru dhe duke u paraqit argumentet e saktësisë asaj që ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se njerëzit përgatiten për pasimin e tij, sepse madhërohet tek ta materia, dynjaja, pasuria dhe zvogëlohet ndikimi i imanit, ndikimi i kuptimeve të fesë Allahut azza wa jall dhe ndjekjes së pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Ne në takimet e kaluara kemi përmend që kanë ndërlidhet me cilësitë e tij, vendin e daljes tij, kohën e daljes tij, dhe sot inshallah do të përmendim hadithet që flasin për pjesët plotësuese të kësaj teme me lejen e Allahut azza wa jall. Sa do të qëndrojmë tokë? Nawas ibn Sam'ani radhiyallahu an e kishte pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, wa ma lubthuhu fil ard?" O i dërguari i Allahut, sa do të qëndron tokë? Kjo fitnë që u përshkruas është fitnëja më e madhe qysh nga krijimi i tokës dhe qiejve deri në shkatrimin e saj. Sa do të zgjat kjo fitnë? Që të dim se sa kena me u ballafaqu dhe sa kena me bu sabër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: 40 yawman, 40 ditë ka me qëndru. Yawmun ka sana, wa yawmun ka shahr, wa yawmun ka jumu'a, wa sa'iru ayamihi ka ayamikum. Tha dita e parë e tij është sa një vit, dita e dytë e tij është sa një muaj, dita e tretë e tij është sa një javë, dhe ditët tjera janë si kurse ditët e juaja të rëndomta. Pyetja e radhës më njerë që sahabët ja bënën, pasoj ishte: "Ja Rasulullah, e yakfina fi dhalika al-yawm salatu yawmin?" Në atë ditën e parë dhe ditën e dytë dhe ditën e tretë ti, a na mjaftojnë namazet e një dite apo ju? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "La uqduru lahu qadrah." Tha ju nuk mjaftojnë namazet e një ditës. Tha po ju llogaritni namazet që shikini llogarit normal. Hadithin transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Fillimisht në këtë hadith po e kuptojmë se qëndrimi i tij në sipërfaqen e tokës është 40 ditë. Por pastaj kjo, domethënë definimi i ditës po ndryshon. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e parë ti po thotë është sa një vit. Dhe dita e dytë e tij është sa një muaj, dhe dita e tretë e tij është sa një javë. Ndërsa pjesa tjetër e ditëve e që po mbesin sa 37 ditë, po të janë sikur se ditët e juve. Nëse llogaritin vetëm me llogari 40 që ati mu përkthy në ditë të rëndëmta tonat, sikur se 37 ditët e tij të fundit, i bie që është një vit e 2 muaj e gjys. Një vit e 2 muaj e gjys. Të më dhënë një vit e 2 muaj e gjys, 14 muaj e 15 ditë. Fitnëja ti ka me ekzistu. Por sahabët e kishin të ngulitur thellë në zemrat e tyre që nuk të i kalohet fitnëja, po u koni lidhur me Allahun azza wa jall, dhe se lidhja me Allahun azza wa jall është namazi. Me njëherë si e ndëgjun që fitnëja kom i godit dhe kom e qenë fitnëja gjatë, thanë ja Rasulullah, me namazit që kina pas raportet që me të i kalu këtë fitnë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi që uqduru lahu qadrah, llogaritën e ato që keni pas. Ulemoja kanë diskutuar çështë hershme
të shkje uqduru lahu qadra. Një dit llogarit i namazit që shikni llogarit të rëndëm, që i bie se në atë ditën e parë ka mu fal namazi i një viti, në ditën e dytë ka mu fal namazi i një muji, në ditën e tretë ka mu fal namazi i një jave, në ditë të tjera namazi i ditës. Disa hadithi është i vërtet të kema Muslimin sahih. Disave se u ka përtheku mendje, kanë thonë, a mos ka mundësi me qenë në mënyrë figurative që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë se ajo ditë është aq e vështirë, e para dhe e dyta dhe e treta, saqë ju duhet mos më mjaftu me 5 kohë namazit, po me shtu më shumë. Por nuk aludon konteksti i hadithit për këtë. Sepse ti mundesh me fal namaz nafile sot dush, ama farzët vesin 5. Sahabët nuk janë të pyet, ja Rasulullah, çu shpëtojmë nga vështirësitë aty në ditë, e pejgamberi alayhis salam i thon, fali namaz më shumë. Ja. Sahabët thon, çaja dita sa në vjet, a mjaftojnë 5 kohë? Pejgamberi sa thot, ju llogaritni. Atëherë këtu ka të bëjë me diçka tjetër. Një grup i ulemave që thash kanë menduar që është për qëllim vështirësia, edhe pejgamberi alayhis salam ka treguar që në atë vështirësi çka të veprojë që të i kalojë vështirësia, e që thash kjo është komentimi i një numri shumë të vogël të dietarëve, e që është komentimi i gabum. Komentimi i shumicës dërmuese, komplet ata që kanë komentuar Muslimin nga të vjetët, Maziriu, Qadi Iyad, Qurtubiu, Nawawiu dhe të tjerët që kanë komentuar Muslimin, gjithë këta, edhe tani dietarë që vinë të mëvonshëm thonë ju është në bazë të aspektit bukfal që shkuptohet. Edhe për këto paludon vetë teksti i hadithit, që dita parë Allahu Azza wa Jall e ndalën të kohën. E ndalën të kohën. Dhe zgjat aq shumë ajo ditë, so që njerëzit jetojnë brenda një dite, sikurse që jetojnë brenda një viti. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë uqduru lahu qadra. Llogaritne kohën e namazit që keni pas. Për sa po deri drejt në zakonisht kanë kalu 7 orë, 8 orë, çashtu llogaritne për sabahut drekën pastaj faleni. Pe drekës ikindia zakonisht ka shku 3 orë, çashtu për llogaritën edhe faleni. Komentimi i Sheikh Ibn Uthayminit për bashkohorëve thot Allahu alem, nëse në çat kohë ka me ekzistu njësia matëse orë. Thot, na jena të obligum me ditë, qysh tash e dim, se namazi i drekës, për shembull, pe i drekës dhe një kini ka 3 orë. Pe i drekës, pe i akshamit dhe një aci ka 1 orë e gjysë, për shembull, apo. Thot, qashtu ka me ekzistu llogaria matëse mes namazeve në ditën që është sa një vjetë. Do të thotë kena me llogari qashtu. Dhe për këtë është e rëndësishme që njëri namazet mi ditë ju vetëm në atë aspektin thirrje e zane dhe do të më shkon xhami dhe hyri ku namazit. Jo, për mi ditë kohë që nëse në një ditë nuk thirret e zane për çdo vakt, ti më ditë se kur është koha e namazit që kime fal. Po disa nga dietarët tjerë kanë thonë që ajo ditë sikurse që është koha e dëgjallit, sikurse që është vetë dëgjalli, krejt është e pazakont, edhe ajo ditë është e pazakont. Njerëzit që ekzistojnë sipërfaqen e tokës. Fitneja e dëgjallit aq shumë ka mi përfshi, apo sot që njerëzit kanë mëro me flet, kanë muçu. Fitneja e tij ka më qenë në fokus tëne gjatë krejt kësaj periudhe. E kanë thonë, kjo aludon se Allahu Azza wa Jall ka menal kohën që ati m'ju mundësu ecja, shkelja e çdo tuke, shkelja e çdo fshati, shkelja e çdo qyteti me përjashtim me Mekkës dhe Medinës, siç ka në hadithet vërtetë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kjo nuk i bie që një ditë është 24 orë që tash janë. Ajo ditë është 24 orë që dën Allahu Azza wa Jall. Ndërsa nuk do të thotë që brenda asaj dite 24 orë që ka me pas perëndim dhe lindje diellit, pos një herë që ka me lind edhe një herë ka me perëndu.
Dhe mes lindjes dhe perëndimit ka më qenë koha 1 vjeçare. Dhe mes lindjes dhe perëndimit ditës së dytë ka më qenë koha 1 mujore. Mes lindjes dhe perëndimit ditës së tretë ka më qenë koha 1 javore. A është e kapshme? Po nëse është i kapshëm dëgjallë edhe kjo është e kapshme. Nëse është e çuditshme kjo, është e çuditshme edhe vetë fakti i dëgjallit. Për këtë shkak rruga e shpëtimit dhe rruga e dorëzimit ndaj fjalës së Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është me besu që ashtu, po është më interesant që sahabët nuk e kanë pyet për detajin e çysh atë ditë zgjatët koha, se aty nuk i ka interesu me kontestu fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sigurisht që disa e kanë kontestu të mëvonshëm, apo të vënshëm e kam qëllim bashkëkohor, të cilët kanë thonë nuk ka mundësi se dielli nuk nalet, e nëse nalet dielli bëhet kjo dhe bëhet ajo, ai që ka kriju e nal kur dën, dhe e shpejton sa dën dhe e ngadalson çush dën. Dorën e atij është, apo kupton? Nuk del sistemi diellor prej rregullit kur dën Allahu azza wa jall me vënë unionën për të. Nuk del. Ndërsa nuk ka mundësi me dole e vetë nga ai sistem nëse Allahu azza wa jall nuk e lejon, apo. Allahu azza wa jall përmend kush e mon tokën dhe qiell, kush i mon? Allahu azza wa jall. Kur'an përmend, apo. Thot wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'de. Nëse Allah dën me lshu ato, mos me marr tokën dhe qiell. Kush i mon posti? Askush, apo kupton? Nuk i mon askush, por këtë çka kanë më ditë që Allahu azza wa jall çu jamon tokën dhe qiell dhe trupat qiellor, edhe neve, edhe këtë krijesa. Kur dën ai me vënu e vënon, kur dën ai me shpejtu e shpejton, sepse na çdo herë themi një fjalë. Kur dojna me kërku nga Allahu azza wa jall diçka, është tradit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po dhe pejgamberi për ti që me madhru Allahun, tani me kërku diçka. Dhe nuk madhruat Allah azza wa jall me diçka më shumë sa me fjalën la ilaha illallah. Për këtë shkak thojmë para se me bëu dua për shembull. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. E madhrim Allahun azza wa jall me tauhid dhe mohojmë që të ketë dikush diçka nga e drejta e adhurimit, nënshtrimit, madhërimit, dhe themi wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah azza wa jall është i plot fuqishëm për çdo gjë. Tani themi ja Rab, që ti je i plot fuqishëm dhe je një i vetmi, ma jap këto, falem, mëshiram dhe kështu me radhë, po. Wa huwa ala kulli shay'in qadir është shumë e rëndësishme me ekzistuar në jetën tonë. Çka është ajo? Po ne pojmë se Allah azza wa jall është i plot fuqishëm për çdo gjë. Çka dën ai me vepru, ai është i plot fuqishëm. Dhe ajo që nuk ndodh është për shkak se s'ka dëshiru, jo për shkak se s'ka mundësi. Allahu na ruaj nga besimi i tij. Allah azza wa jalla është ala kulli shay'in qadir. Është i plot fuqishëm për çdo gjë. Çka dën me ndodh. E ajo që dëshiron Allah azza wa jalla të ndodh, nuk pyetet e pse, e si, e çysh, a ka mundësi, s'ka mundësi. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ai është i plot fuqishëm për çdo gjë. Për këtë edhe dën Allah azza wa jalla në këtë formë me sprovu njerëzimin, ka me sprovu. Dhe dita në të zënë ka me sprovu, ka me qenë vetë sprovu ajo. Kanë me jetu një vet, s'ka me pas përëndim dilet heq. Qysh dënë Allah azza wa jalla. Është ku e sprovës, apo dënë. Është kuhe e sprovës. Është kuha e fundit para se të ndodh ai kataklizëm dhe kiamet dhe shkatërimi kësaj gjithësie. Çështja e fundit soi përket këtij hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që nuk ka shpëtim nga fitna nëse na nuk jena të lidhur me namazin. Namazi nuk është në vete që na kërkojmë ku të lidhur me namazin, po për shkak se lidhja më e fuqishme, më efikase me Allahun azza wa jalla është namazi, sahabët më një herë e pyetën ja Rasulullah, e çush më apo namazin. E kjo me tja me kuptu se ai që s'ka namaz, çfarë lidhje dhe çfarë raporti ka me Allahun azza wa jalla. E ai që s'ka namaz në kohën e fitneve, ata mërmenja që shpëton nga pasimi dhe ndekja e tëne, e lëre më ai që s'ka namaz në kohën e dëgjallit. Qysh pështën ai nga pasimi dhe nga të qenërt nga pasust e dëgjallit nëse s'ka namaz.
ka me pasu atë njëri që ka namaz, po nuk është i kënaqur nga mbrëndësia e zemrës tij me atë që ka thënë Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por shkak se ka thënë pejgamberi sa shkojnë një grup besimtarësh që thonë të debatojmë, të shohim atë dhe nuk shkon gjatë vetë se buhen nga ndjekësit e tij. Por këtë shkak ai që s'ka namaz, shpëtimi nga pasimi i dëgjallit është i pamundshëm. Fitneja e dëgjallit, siç ka në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tash e kemi për qëllim fitneja, gjësende që Allahu azza wa jalla ka jep atij të jashtëzakonshme, që përmes tyne njerëzit binë në sprovë. Allahu azza wa jalla në këtë gjithësi ka bërë një rregull që s'ka të kot, qoftë njëri apo qoftë vepër apo veprim i caktuar, edhe pse dihet dhe shihet se është e keqe dhe është e kot dhe është i keq dhe është njëri që thret në të keqen, i ka disa sene që e zbukuron të keqen e tij. Apo ç'kjo përmendet në Kur'an me emrin zukhruf al-qawl. Zukhruf al-qawl. Fjalë të zbukurume, fjalë të këqija, kuptimi i keq, ama zbukurohen pak, hieshohen pak. I qitet para dhe pas diçka, edhe nëse e dinte se është e keqe, i paraprin një fjalë, po kjo është e drejta e tij, është liri, është përzgjedhje vullnetare, nuk është e imponum. I qitën disa sene që në veti, me që njëri i lirë, mos më koni imponum, është sene mirë, apo. Pastaj, me pas njëri të drejten me zgjedh për veti, diçka është e mirë, parimisht, apo. I e qesin disa sene, edhe munduan me shtin treg dhe me shit të keqen. Që është zukhruf al-qawl. Allah azza wa jalla tregon se shejtani ja u zbukuron çështë njerëzve dhe pasuzve të tij të këqijat. Fazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Shejtani çështë ja u zbukuron aty në veprat. Kufrin dhe shirkun dhe mëkatin e zbukuron. E zbukuron qysh? Po i thot ti ki do gajli dhe do brenga, veç pak një doze merë, jo shumë dëmtume, që e me dëmtu vetëm, veç pak, so mi haru që do, edhe jetët pak ma, edhe ta njerëzit që shtu miren me alkohol, miren me lëndë narkotike, pse, veç pak, edhe ti me jep një farë disponimi vetit, mi te i kalu, Allah në arru, qështu zbukurohen, apo. E qëtu e në to fitnet, që mi thonë dikujt kime hup menën, është diçka, nësa mi thonë ati ki mu disponu është diçka tjetër. E qështu Allah zhuri ka jep gjdo njërit që thret në të kotën, e ka jep që tu, pa thëmë kushtimisht, ambalazhen që mi mashtru njerëzit. Aja ambalazh është nga iblisi, nga shejtani, dhe aj që vije me ambalazhe më të mira që i mashtron njerëzit, me gjithë kotësin që e ka, dhe të metat që i ka dhe në ftyrën e ti, është iblisi. E çka janë ato? Janë sene të ndryshme që kanë ardhur në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që ai i ka me veti një lum që ka disa transmetime xhennet, edhe një lum tjetër të zjarrit që ka transmetime që është xhenem. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë la ana a'lamu bima ma'a ad-dajjal min. Ka thonë unë e di më mirë se çka ka dëgjalli nga gjërat çështjet e jashtëzakonshme se sa ai që e din vet. Ai vet nuk e di çka ka. Unë e di më mirë se sa ai. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allah azza wa jalla ka kallëzuar detajisht. Ndërsa dëgjalli është mjet që ndorën e tij paraqitet një. Tani e dyta, tani e tjetër, asaj se din se që ka me ardhë mas të parës, apo? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ahaduhuma ra'yul 'ayni ma'un abyad. Njëra prej tyre është lëm, ujë i freskët, i mirë, i kullum, sa që përshkrimi ka ardhur i bardhë. Uji nuk është i bardhë, por këtu ka ardhur përshkrimi që çash është ujë i mirë dhe i kthjellët. E që ky ka ardhur përshkrim hadithe tjera se është ma'ahu jannatun wa nar.
xheneti i tij, sepse na e dim që në xhenet gjithmonë është përmend se tajri min tahtiha al-anhar. Nën pallatet dhe shtëpitë e banorëve të xhenetit ecën lumej, apo përmendet shumë në Kur'an çështja e lumejve. E ai me veti e ka çashtu në xhenet të cilin rrjedhin lumejt. Dhe e ka me veti wal akharu ra'yul 'ayni narun ta'ajjaj. Dhe me veti e ka zjarr që shihet se e djeg vetën. Ta'ajjaj, zjarr i fuqishëm. Ne e dim se është për qëllim në transmetime të tjera që ka ardhur si shpjegim, nar, xhehenamin e ka. Ai pretendon, apo pse i ka këto dyja, xhenetin dhe xhehenamin, këtë lumen me ujë dhe këtë lumen me zjarr, që mi u realizu ati pretendimi. Që është pretendimi i tij? Sa është Zot. Thot, veç Zoti e ka të drejtën me shti dikën në xhenet dhe me shti dikën në xhehenam. E unë jam qaj. Këta ditë transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Nga kjo po e kuptojmë që nga senet specifike, me të cilat veç Allahu Azza wa Jall veçohet me tu, është që dikën ta fusë në xhenet edhe dikën ta fusë në xhehenam. Nga kjo e mësojmë edhe një mësim shumë të rëndësishëm edukativ. Xheneti dhe xhehenami janë veç të Allahut Azza wa Jall. Këtë e din edhe vetë Dejjalli, që në xhenet veç Allahu këndon shtin, dhe në xhehenam veç Allahu këndon shtin. Dhe për këtë shkak ai pretendon se që xheneti është me mu, unë e shti këndu atë. Dhe xhehenami është me mu, unë e shti në të këndu, sepse unë jam Rabbul Alamini. Apo për këtë shkak i ka këto dyja që mi sprovu njerëzit. Ka në transmetim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: fa imma adrakanna ahadun falyati an-nahr alladhi yarahu nara. Nëse dikush veç sprovohet me Dejjallin deri në atë mos, sa që ai thot ose këtu komet shti ose këtu komet shti, është për shkak ose në xhenet shti nëse më beson, ose në xhehenam shti nëse më mohon. Thot falyati an-nahr alladhi yarahu nara, le gjuhët në atë lumin që shihet sikurse zjarr. Apo falyadkhul an-nar, le të hyn në zjarr që është. Ka në kështu në transmetim që e shënon Imam Muslimi në Sahihun e tij, wal yughammid thumma liyutati ra'sahu. Thot le të mbyll syt, atë le të futet në te, apo le të shtin kokën te. Le të mbyll syt, se ti po sheh zjarr, po sheh lava të zjarrit, që po të kërcënon me to ty Dejjalli. Dhe po thot, ose ki me mbesu, me më thonë, la ilaha illa ant, mi thonë ati, s'ka zot tjetër përveç teje, ose ki me mohu, mi thonë, ti e Dejjalli gënjeshtari. E ai thot, thuje këtë fjallë që shti në xhehenam, apo? Thot, le të thot këtë fjallë, dhe le të pranën sfidën, thot, fel ju ghammid, le të mbyll syt, edhe le të shtin kokën atë. Fe innehu ma'un barid. Le të din sa ai ka më bu ujë freskët për te. Ajo ka më shëndrun ujë freskët për te. S'ka me rrug as zjarri, e as etja, e as gjë. Sepse ajo është veç sarabun, veç mashtrim. Kur gjë ma shumë se sa kaq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon që fitneja më e madhe që ka më godit është fitneja e Dejjallit, po ato fitne që janë më pak se sa fitneja e Dejjallit. Kur ballafaqohesh me ngu Allahun apo me ngu epshin, me ngu Allahun apo me ngu dikën që të thret të kundërtën e asaj që të thret Allah Azza wa Jall. Fel ju ghammid, le të mshel syt dhe le të futet në qatë kërcimin e atij që të kërcënon, le të pranën sfidën nga ai, ama asë se mos t'ja këtën shpinën Allah të zoshe. Kjo është edhe në fitnet më të vogla, apo të kërcënën dikush, mos e bëse të qes për i puna, të përzoj për shpiz dhe kështu më rrë.
Veç le ti mshel sy, le ti mbështet Allah azza wa jall. Le ti mshel sy është kështu në mënyrë figurative, apo s'ka nevojë mshel, apo po le të vendos që më ngu Allah azza wa jall edhe nëse hidhën krejt njerëzit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky hadith transmetohet edhe marfuan edhe mawqufan. Wallahu alam, ma i saktë si fjala Ibn Mesudit. Po është transmetuar si fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë wattinu anfusakum, përgatiteni veten. In kafara an-nas alla takfuru. Përgatiteni veten. Nëse kitë njerëzit bëjnë kufër, ti mos më bëj kufër. Hadithi i njohur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë la yakunanna ahadukum imma. Mos u bëni ju nga ata të cilët thonë unë jam me njerëzit. Njerëzit po shkojnë ka e mira, dhon shkoj ka e mira. Njerëzit po bëjnë keq, këtë janë të bu keq. Këtë janë të bu po them kushtimisht, këtë janë të marrë rishfet. Pse mos më marrona? Këtë janë të gënjyn shit vlerje. Këtë janë duke i mshift metat e produkteve. Këtë janë të ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur bojnë njerëzit mirë bën me ta. Kur bojnë keq, largoju të keqës. Ibn Mesudi që transmeton këtë hadith, thotë bënu gati. Këtë njerëzit, in kafara an-nas, këtë njerëzit bin kufër, ti mos më ran kufër. Ama krejt janë të bu, po krejt njerëzit nëse e pasojnë dejallën, këtë kanë më shku në xhenem. Ti bënu gati. Qysh bë wattin nafsak, përgatit e vetën, që une du me jetu që shdojnë Allah azza wa jall, dhe ka me fol atë që më ka urdhëruar Allah azza wa jall, dhe ka me njek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Morëm kanë me etiketu, kanë me më ofendu, kanë me më sho, përgatit e pejtashë, vetëm po. Mosele, mu përgatit kur ballafaqu është se s'ki ku atë. Po përgatitu më herët. Wattin nafsaka. Përgatit e vetën që kur e bëj këto ka mundësi më thot kjo, edhe unë kam bë sabër. Pse? Se jeta e kësaj dunja është çështë, jeta e ballafaqimit dhe e sprovës. Fali u ghammid, le ti mshel syt njëri dhe le të ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çështja e parë që ai ka me vetë thashë është lumi nga uji i freskët edhe lumi nga zjarri apo xheneti edhe xhehenami që pa pikë dyshimi se xhehenami i tij është xhenet edhe xheneti i tij është zjarri dhe xhehenam. Çështja tjetër ka ardhur se ai me veti e ka urdhrin që e ndëgjon atë urdhër tuka dhe qiejt. Çka është kjo? Është që pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë e urdhëron qiellin me lshu, shi apo me ndal atë. Dhe urdhëron tokën me nxjerr frytet e tij e saj apo i ndala. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Fayamuru as-sama fatumtiru al-ard fatunbit." Transmeton Muslimi. I thot tokës qiti frytet dhe ajo sa gjuhet kokra del fryti dhe jep me njëherë produktin apo dhe i thot qiellit lsho ujë tash kujdeso për te edhe lsho. Ndërsa dikuj tjetër edhe nëse ka tokë aty në fryte i thot thajuni, thahën dhe i thot qiellit mos çot ata pikë shiu dhe nuk e lshon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Muslimi ka thonë: "Fayati 'ala al-qawm fayad'uuhum fayu'minuna bih." Dëgjalli shkon te një popull, vjen te ta dhe i thret me besu në te se është Zot. Thot fayu'minuna bihi, e besojnë. Wa yastajibuna lahu, dhe i përgjigjen në ftesën e tij. Fayamuru as-sama fatumtiru al-ard fatumbit. Dhe thot në rregull ju keni me jetu në gjendjen më të mirën. Thot e urdhëron qiellin i lshon shi bereqet dhe urdhëron tokën i jep frytet e saj. Pejgamberi alayhi salatu wasallam po thot: "Fataruhu alayhim sarihatuhum." Dhe ky vendbanim i lshojnë në mëngjes baktitë tëna. Thot dhe shkojnë në Kullus. Thot Kullusa është përmbush me bari. Thot edhe këtu shkojnë dhe kthehen. Edhe janë të ngopura, edhe ju kanë mush gjitë me qomsht.
Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe shkon tek një popull i thret me besunte. Dhe ata thujnë ne besojmë Allahun azza wa jall, ndërsa besojmë se ti je gënjeshtari. Thot në rregull. Fe jasrifu anhum, e largon prej tyre shiun dhe i largon prej tyre bereqetin. Dhe ka ardhur transmetim walaysa bi aydihim shay'un min amwalihim, dhe nuk mbetet kurrë ndurtë e tyre nga pasuria, nga e mira. Goditen me thatësi, saqë pamjet e tyre shëmtohen nga uria dhe etja që i godet. Dhe nëse e kuptum që nuk është ajo një dit, edhe 2 dit, edhe 3 dit, po dita e parë e ti është një vjet, dita e dytë e ti është një muj, dita e tretë e ti është një javë. Kohë gjatë, ata jetoj në këtë thatësi, e çfarë sfide është kjo? Pejgamberi sa kur ka përmend këtu sprova, ka thonë ja ibadallahi fathbutu, o rob të Allahut, forcohuni, përqëndroni, se s'është e lehtë. Nuk ka me met asgjë nga të mirat e këtij vendbanimi përveç imanit. Veç imanin e kanë. Kam i shku dynjaja. Kam i pa qysh i vdesin fëmijët nga uria. Veç për shkak të imanit. Apo kur gjë nuk mbetet me ta përveç imanit. Kjo është sprova e madhe për ta. Por ja ibadallahi fathbutu, o rob të Allahut, bëni sabër, përqëndroni. Se aje që është me ta, është e mjaftueshme mi shpëtu dënimit të xhehenemit dhe mi çu ata në xhenet. Dhe mu shpërbly me shpërblimet më të mëdha që Allah azza wa jalla shpërblen sabërlit. Ndërsa nëse e ndëgjojnë dhe pasojnë, kanë me jetu në qatë rahati dhe qatë mirësi, sot jetojnë. Po pasoj ka me ardhë përfundimi i keq dhe xhehenemi për gjithmonë. Nga fitnet e tij është ittiba kunuzul ardi lah. Të mirat dhe thesart e tokës kanë me ndjekat. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fe yemurru bil khariba. Dejjalli kalon pranë një vendbanimi të braktisur. Fe yaqulu laha akhriji kunuziki. Kalon nga vendbanimi i braktisur, i thot çka ka në këtë vendbanim nga ari dhe argjendi dhe nga pasurit, le dalin, le të pasojnë. Dhe veç del pej tokës ari, argjendi, të mirat e saj, apo, dhe e pasojnë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fatatba'uhu kunuzuha ka ya'sibin nahl. E pasojnë ari dhe argjendi dhe të mirat, sikurse që e pason ajo bleta, pëdene, bleta e ka mbretëreshën. Edhe nëse dëshiron me u bart prej një veni, prej një shtëpie në shtëpi tjetër, veç e merr mbretëreshën, dhe kejt ato tjerat, bletat, që i thojnë mizat, apo e pasojnë mbretëreshën. Pejgamberi alayhis salam po thot, kur dëgjalli thret dhe i flet dilni të mirat për tokës, kejt e pasojnë që ashtu i shkojnë për mas. Ari dhe argjendi dhe të mirat, apo kunuzul ard, nuk është veç ari dhe argjendi, kunuz janë thesart e tokës. Çdo sen që është e çmueshme, kejt quhen dhe e pasojnë atë, i shkojnë për mas. Pastaj ai i jep prej tyre atyre që e kanë besu dhe i privon ata që e kanë mohu, e që realisht edhe mja u jep krejt atyre që e kanë mohu, faktikisht atyre që e kanë besu, s'kanë me shpëtu nga dënimi Allah të zogjel. Ndërsa edhe mu privu ata që e kanë mohu, si dëmtën asgjë, as në këtë, as në botën tjetër. Thotë Allah zogjel, duke të regu se çka kanë mundësi me dëmtu tjerët, apo la yadurrukum illa adha. Kanë mundësi me të bëjë keq, pak me ta prish. Edha është, adin, për shembull kur dikon e godet një ftofje,
që i shkojnë hund, një grep i let, që ka që është mundësia me të bëu ty dikush keq. Që ka që. Ndërsa ma shumë sa kaq, edhe kjo me lejnë Allah të zogjera, po, ama ma shumë sa kaq s'ka mundësi kur gjë, kërkush me të bëu, vetëm se nëse dënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka në hadithe gjithashtu që ai e ka edhe mundësin e ngjalljes së të vdekurve dhe në mënyrën ma të qartë ka në transmetimin e vërtet që është tek Imam Muslimin sahih që e vret një djalësh edhe ndon dy pjesë edhe pastaj e urdhëron që të bashkohen ato dy pjesë dhe t'i rikthehet jetës edhe ringjallet pas vdekjes. Pa ai nuk e beson. Po në transmetimet ka ardhur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu që megjithse ai se beson, mundësia mu sprovu tjerë përmes kësaj është e madhe. Pse? Sepse të vdekurin që na peshojmë se është 100% i vdekur. Ky e ngjall. Dhe krejt këtu që po përmend hadithe janë veç me tregu se sa është e rrezikshme sfruva dhe fetna e tij. Se na e dim që ai që ka xhenet dhe xhenam është Allah azza wa jall. Ai që zbret shiun dhe ndal është Allah azza wa jall. Ai që e çon bereqetin është Allahu subhanahu wa ta'ala. Ai që bën me vdek njerëzit dhe i ringjall është Allah azza wa jall. Krejt këtu Allahu azza wa jall le ka jep si sprov dhe fitne të përkashme dhe gjallit që mi sprovu besimtarët. Ju apo e dini se Allah azza wa jall është El-Hayy dhe El-Qayyum edhe El-Khaliq edhe El-Raziq. Allah është i gjalli, i përhershmi, krijuesi, furnizuesi. Apo e dini? Po. Allah azza wa jall nuk është sikur se dëgjalli, por Allah u jep këtu cilësi dhe këtu veçori dëgjallit për 40 ditë. Të këshyrim ju atë besimin që e keni pas 40 vjet, imanin që e keni pas 40 vjet, ape kontestani, ape rënani në këto 40 vjet apo ju. A jetu i besu ma shumë syve tu që e shese është të ringjallnit vdekur, a jetu i besu ma shumë fjales Allah të zogjel që thot se ai është që i kryen dhe i ringjall ata që kanë vdek. Ape beson këtia fjales Allah të zogjel. Për këtë shkak këtu duhet më ku njëri gatshëm me përgënjeshtru dhe shisat e ti. Qysh me përgënjeshtru shisat e ti? Me thonë edhe nëse jam të pa që je të e vepru këte, ti e gënjeshtare, ti e mashtrusi. Allahu azza wa jalla ka thonë vërtet. Ja ibadallahi fathbutu, o rab të Allah përqëndrani në akide, nësa jeni që të besim, përqëndrani këto parime se na po e shojmë dita ditës, që është njerëzit janë duke lëshu pen nga parimet e fesë. Dhe sa let mashtrohen me një mashtrus, kejt të regojnë që ajo është mashtrus bimtijaz, mashtrus me gjitha ato parametrat e mashtrimit, ama apet njerëzit e besojnë. Pse? Për shkak se madhërimi, respekti, besimi, imanin Allah në zogjër është zbeh. Shembulli më konkret, ma i thjesht i mund shumë për me po këte pejgamberi Ali s.a.s. kur është betu në Allah në zogjel edhe ka të regu se ma naqasa malun min sadaka, nuk pakohet pasuria nga sadakaja. Të eshe qyshbe nuk pakohet, i ki 10, i jeb 2 mesin 8, thu u paku. Pejgamberi Ali s.a.s. me ka thonë këtë të vërtetën, nuk pakohet. Ti du të me pa të këndërtën. Po që du të me pa të këndërtën? Për që që 10 i ja pa 2 metën 8. Për 10 i ja pa 5 metën 5. U paku kjo. Ju nuk është veç shtimi bereqetit, po shtimi edhe i realitetit saj. Nuk pakuhet se pejgamberi asom nuk e të regon të kutë. 10 janë i kja 5 të kanë shtu. E qysh, po që ashtë du të me besu? Se pejgamberi asom po të regon. Ti i thu dikujt jep thot ju besë mus po mdalin për veti këtu e le më mjep dikujt tjetër në rregull nëse dën me dal ato që mbesen jepe jepe pse çështu thot Allahu azza wa jall çështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këqyre te kjo që është e ndihshme te kjo që ka të bëjmë me diçka që e dën njëri që ka në xhep ti apo
Këqyre qush a matët me qëtë llogari apo matët me një llogari tjetër? Jo matët me llogari, çka shkam jap këto, çka shkam jap këto, çka shkam jap këto. Nëse janë për kësaj mitët më pak, së mjafton as mu. Ndërsa pejgamberi alayhis salam po thot të kundërtën. Allahu azza wa jall po thot të kundërtën. Ama ti aje duke besu fjalën e Allahut dhe të pejgamberit alayhi salatu wasalam, aje tu e këshyr këto që sipas teje po duket. Ç'është është edhe me këtë sprovat e tij, dëgjollet apo. Aje tu e besu fjalën e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo je tu e po jo mos s'kom. Ai që e beson se kur je 5 nga 10 ju kam paku, ky është shumë potencial me besuar edhe dëgjollet. Pse? Për thot e shohën për shkak që njëri ka xhenetin dhe xhenama. Nuk ka mundësi ndryshe, apo pse? Sepse imanin e ka zbrit në nivelin e të prekshmës, materjes, apo nuk ka met imanit të kaj që është më i fuqishëm se materia, apo ka zbrit nivelin e materjes. Kur zbret nivelin e numrave, tani 2 copa i hek 2, apo kupton, e sheh praktikisht se është të mungu diçka. Ndërsa në nivelin e imanit nuk mungon përveç shtu. Ka thonë Ibn Kathiri, rahmetullah alej, thotë çështja e parë e Dejxhallit është paraqitja e tij në formën e një mbreti të fuqishëm. Dhe pastaj kalon këtë dhe pretendon pejgamberi. Pastaj kalon këtë dhe pretendon se është Zot. Thotë edhe mashtruhen me te. Krejt ata të cilët mashtruhen nga zullumi i mbretëve të fuqishëm. Krejt ata të cilët mashtruhen nga lajmërimet që kanë mundësi t'i japin pejgamberët, është për qëllim që flasin për gajbin, dhe mashtruhen me ta krejt ata që nuk e njohin Allah. Na po e shohim qysh mashtruhen njerëzit me këtë të parë. Udhëheqësit që i udhëheqin njerëzit, qoftë nivele lokale apo ato globale. Pretendimet e tëne, fjalët e tëne, kërstimet e tëne çfarë ndikimi kanë që me bu opinionin ka vetja. E Dejxhalli është në kulmin e tëne, me fjalët dhe pretendimet e tëne, e ti, apo janë ndryshën njerëzve kohën. Kujt, po që atëne të cilët janë mashtru edhe sot me fjalët dhe premtimet e mashtruesve. Edhe ai i cili nuk e njeh Allahun azza wa jall dhe nuk e njeh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mashtruhet me Dejxhall. Pastaj është përmend hadithe se kush janë pasuesit e tij, janë njerëzit që mas leti mashtruhen, e që ka ardhur që fotët ata të cilët i kanë fytyrat e rrafshta, është për qëllim njerëzit që jetojnë në lindjet largët apo edhe gratë. Për shkak se që fotët janë mashtru dhe vazhdojnë të mashtruhen sepse e njohin të vërtetën dhe se kanë pasu atë e Allah azza wa jalla ka rrotullu zemrat dhe tani nuk e njohin të mirën dhe nuk e njohin të keqen, e që të mirën me praktiku dhe të keqen s'me u largu, edhe janë të mashtru mas dunjas apo dhe gratë gjithashtu janë të mashtru mas dunjas, dhe ata popoj që kanë ardhur për shkrim se i kanë fytyrat e rrafshta apo janë njerëz të cilët jetojnë në kulmin e ignorancës, e që na e dim se prej vendeve që më shumë t'i ushtrohet mbi ta zullum, dhe zullumi nuk është veç fizik, por është që të pengohen nga feja dhe nga mësimi fes, janë vendet apo zonat që janë përmend në këtë hadith, e që janë vendet e lindjes apo azis së mesme dhe asaj të largët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyetur nga një sahabi, nga Mughira ibn Shu'ba. Kur kanë dëgju Mughira ibn Shu'ba për krejt këtë që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Mughira ja, ma sa'ala ahadun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ad-dajjal akthar mimma sa'altu. Askush se ka pyet pejgamberin sa për Dejxhallin më shumë se sa. Thot Mughira ja, radhiyallahu anhu. Dhe një ditë për ditëve ai thash ja Rasulullah,
po thojnë që aje ka me veti edhe këte. Është për qëllim çash u kom prezent muhabeti Dejjallit me sahabëve, që dikush kanë dëgju diçka më shumë, dikush kanë dëgju diçka më pak, po tash nuk e kanë lënë këta me një ilm më pak e këta me pas më shumë. Po ku janë taku sahabët e kanë bu muhabetin dhe kanë arrit deri tek murrirja e disa informata. Pejtëne njerëzit do të me ditë që sot që kanë ari dhe argjendi nuk i ngo barshet e tëre. Kur rrezikohet jeta tëne, si shkak i uris dhe etjes, e lojnë këtë ato dhe këqyre me qka me mush barkun, apo? E ka ardhë transmitim që ma'hu gjebelun min khubzin wa lahm. A i ka dhe mazvetit shkon ushqimi, kodrat me buk dhe me mesh dhe me llojet ndryshme të ushqimit, apo? Do më thonë ata e kanë ditë se ata vetë kanë jetuar që si varfëria, apo? Kur e kanë kuptuar që edhe kodrat e ushqimit jetë umte, apo të ngjitët, lepitët pjesa e parë e barkut me atë të shpinës nga uria. Kanë thonë deri në këtë nivel e ka sprovona pejgamberi se ka mohu këtë realitet. Përkundrazi, çashtu është, apo që ka mundësi sprovosh me uri nëse beson Allahun dhe mohon Dejjallin. Dhe me etje, kjo sprov, Allahu Azza wa Jalla po thot në Kur'an, me na tregu prej tash, apo وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Dhe kena mju sprovu me diçka nga frika dhe nga uria. Do të kemu sprovu me diçka nga frika. Po frika nëse është që me rujt ti imanin, kjo është frikë pozitive. Nëse uria është që ti me rujt imanin, kjo uri pozitive, apo fundi ajetit është më beshirë sabirin, jepi myshde atyre që kanë bu sabër, përgëzej ata që kanë bu sabër. Kur pejgamberi sallallahu u pyet nga Mughiraja dhe e kuptuan vetë Mughireja po dhe sahabët që deri në këtë nivel është spruva me te, pejgamberi sallallahu i qetësoi dhe i tha: "Huwa ahwanu ala Allahi min dhalik." Transmeton Muslimi. Dijeni që çështja e atij tek Allahu Azza wa Jalla është më e pavlerë se sa me pas mundësi ai me ndiku në imanin e juve. Ai ka mundësi ndikon në çështjet e jashtme. Ama në iman, nëse ju jeni të vendosur, s'ka mundësi me lëviz dhe me lëkund bindjen e juve ndaj Allahut Azza wa Jalla. Huwa ahwanu ala Allahi min dhalik. Te Allahu është më i pafuqishëm dhe i pavlerë se sa me ndiku në imanin e juve. S'ka mundësi ajo, po. Domethënë ai ku me di çka me bu, s'ka mundësi me ndiku në imanin tënd. Nëse ti je i gatshëm për me rujt imanin, me najtë edhe unë, apo je i gatshëm për me rujt imanin edhe mu sprovu, mu ballafaqu me fatkeqësi të ndryshme që Allahu Azza wa Jalla ka caktuar. Nëse i gatshëm këtu, ai te Allah Azza wa Jalla është më i pavlerë me pas mundësi me ndiku në imanin tënd. Ndërsa nëse ti dynjan duke fillu nga mbushja e stomakut tënd, barkut tënd, është më e madhe sa imani jot, ai domethënë shumë normale ndjekja dhe pasimi i tij. Për fund, po e përmendim edhe një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të tregon se ka me qenë disa njerëz të vendosur dhe shumë të fuqishëm karshi tij. Thot Abu Huraira radhiyallahu anhu hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi, thot e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke i lavdu, duke i përmend për të mirë fisin Banu Tamim, fisin Banu Tamim. Thot dhe kur i kam ni këtu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i du shumë krejt ata që janë të fisit Banu Tamim. Pejgamberi alaihi wasallam për këtë fis ka tregu që ashaddu ummati ala ad-dajjal. Këta janë njerëzit më të fuqishëm që kanë me nejt karshi Dejjallit. Fisi Banu Tamim. Fisi Banu Tamim janë fisi që mos shumë t'i kanë me bu
sabër dhe kanë me qëndru dhe vendosur karshifit nësë Dejjallit. E ka thonë Ebu Hurera, kër e kam dëgju që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend 3 gjëra për fisin Banu Tamim, prej asaj dite i du ata. E para ka thonë se ka thonë pejgamberi alaihi wasallam njerëzit më të fuqishëm karshi Dejjallit janë Banu Tamimi. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta ka thonë se janë nga bijet e Ismailit, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë për ta se këto janë sadakat e popullit tonë. Edhe e ka qytë Banu Tamimin që kanë jetu shumë larg, apo kanë jetu në Najd, në Yamama, e ka qytë populli jonë. Është për qëllim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka atribu, ose më thëmë e ka atribu në vetën e tij, apo e ka bënë lidhje të tillë me ta. Thot Ibn Hubayra rahimahullah, kjo aludon në trimrin që e kanë pas dhe e kanë ata në kohën kur humba e trimri dhe imanin e fort të fuqishëm që e kanë ata në kohën kur do pësot imani. Në kohën kur do pësot imani, fisi Banu Tamim kanë me qëndru në premtimin që e kanë pa Allahu azza wa jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe në kohën kur tuta mbi sundan edhe smut mi thon dikush Dejjallit që është me tan ato të meta mi thon ti je gënjeshtar. Tutët apo në atë kohë ka me dal këta që kanë mi thon. Tash Dejjalli si fitneja më e madhe dhe kërcënimi më i madh dhe frika më e madhe, tash është edhe më të vogël, që kërcënimet i kanë më të vogla. Dhe frika për të është më e vogël. A ka mundësi dikush mu qu dhe mi thonë se je i keq edhe je gënjeshtar? Nëse këti së një thët, sepse nërë dhe logarit, po ka mundësi ma bo këto, ai automatikisht me këtë logarit po të regon se ai Dejjallit ka mi thonë gjësese me ty jam. Pse? Po ai i cili ka mundësi me ta nërë edhe shion, edhe bukën, edhe ujin, është shumë ma i fuqishëm sa ai që ka mundësi me ta nërë veç lirin. Ai të blokat që të veç më bërë, apo s'ka mundësi t'i shka ma shumë. Dhe sa ai ka shumë ma shumë. Për këtë shkak, të i nuë më fusekum, bërë një gati, që çdo zullumqari dhe çdo kriminali mi thonë se je zullumqar dhe je kriminal, pastaj qatë gëdet masaj është në dorë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Ju me pas synim me u balafaqu dhe me sprovu vetën, sepse vetë në hadithet Dejjallit thotë kush në dëgjon për Dejjallin letik, s'ka nevojë me sprovu vetën, po kur të balafaquhesh, kur mos pranë më kon krahi të keqës dhe i zullumit, edhe nëse të kushton kjo. Po, sa ka mundësi me të kushtu, nuk është mundësia me të kushtu ma shumë se sa me vdekje në rrugën Allahut azza wa jall, ndërsa ndëgjimi, nënshtrimi dhe mja bo qefin, ati ka mundësi me të kushtu me xhehenem për gjithmonë. Allah azza wa jall na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Me kaq po e përfundojmë. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.